Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 27 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që ka ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Qershor. Ngjarje. Më 27 qershor 1944 u krye një masakër e vërtet nga shteti grek kundër popullsisë shqiptare të Çamërisë. Mijërat të vrarë pa kursyer edhe fëmijët e porsalindur. Mbi 25.000 të dëbuar nga shtëpitë. 27 qershori është një ditë për kujtimi për Çamërinë e shumë vuajtur. Lindje. 1550. Lindi Karl IX, mbret francez, 1846. Lindi Charles Stewart Parnell, politikan irlandez, 1877. Lindi Charles Glover Barkla, fizikan britanik, 1917. Lindi Frank Jakova, kompozitor i njohur shqiptar. 1955. Lindi Isabel Adjani, aktore franceze. Vdekje. 2001. Vdik Jack Lemmon, aktor amerikan. 2007. Vdik Ramiz Delalic, luftëtar bosnjak. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Margarita Xhepës, e cila është një aktore e njohur shqiptare. Ajo është një nga zonjat e mëdha të teatrit dhe filmit shqiptar që ka skalitur memorien e publikut shqiptar me role brillante që prej fillimit të saj në vitet 60 dhe deri më tani. Në maj të vitit 2004 rikthye në skenën e teatrit kombëtar për të shkëlqyer në dramën Streha të harruarve, një tjetër sukses në karrierën e saj 50 vjeçare. Jeta. Nga viti 1950 u aktivizua si artiste proviste në teatrin popullor dhe njëkohësisht studioi në liceun artistik në degën e dramës. Ajo lindi më 2 prill të vitit 1934. Ka krijuar mbi 150 role në teatr, midis të cilave mund të përmendim Majlindën tek filmi Majlinda, Dafina tek Lumi i vdekur, Filja tek Cuca e maleve, Zonja Mëm tek Kush e solli Dorontinën dhe Nëna tek Përballë vetes. Ka qenë njësoj e suksesshme në rolet e dramaturgjisë botërore si Ofelia tek Hamleti, Vajza e dytë tek Mbreti i Lirë, Dado tek Romeo e Julieta, Mbretëresha Margaret tek Ricardi III të Shakespeare-it. Në rolet e saj të tjera nga dramaturgjia botërore spikasin Klea tek Dhelpra dhe Rusht, Lena tek Xhaxha Vanja, Luiza Berling tek Vizita e Inspektorit, Zonja Lomon tek Vdekja një komisionere, Marsila tek Qeni Kopshtarit e të tjerë. Përveç roleve në teatr, ka realizuar dhe 32 role në kinematografi, duke punuar me shumicën e regjizorëve shqiptar. Vitet e para ajo ka interpretuar tek Gjurmët, Timi i fundit, Toke për gjakur, Një djalë dhe një vajzë, Apassionata, General Gramafoni, Rrethi i kujtesës dhe Vitet e pritjes. Më pas në vitin 1997 interpretoi në filmin grek Mirupafshim të regjizorit Koras Vuproras. Filmi u laurua me çmimin e madh në festivalin kombëtar të filmit mesdhetar në Selanik, ndërsa Margarita Xhepa mori çmimin e nderit. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth mineralit të kalciumit, vlerat e tij në organizmin tonë, sëmundjet që sjell mungesa e këtij minerali kaq të rëndësishëm. Kalciumi është një ndër mineralet më të rëndësishme në trupin tonë. Ai ka një rol në ruajtjen e shëndetit dhe vitalitetit. Organizmi i njeriut përmban 1 deri në 1.5 kg kalcium, prej të cilit rreth 99% gjendet në eshtra dhe dhëmb. Kalciumi është një mineral që përbën rreth 2% të peshës së kockave tona. Por cilat janë funksionet që kryen kalciumi në trupin tonë? Kontribon në shëndetin e kockave dhe dhëmbëve. Është e rëndësishme për koagulimin e gjakut. Kontribon në funksionin e zemrës. Shërben për të mbajtur një tkurrje të fortë të muskujve.
Në përgjithësi, doza mesatare ditore për të rriturit është 800 deri 1000 mg kalcium. Sa më shumë kalcium të merrni, aq më mirë është, veçanërisht në vitet e para të jetesës. Kjo në fakt ndihmon në parandalimin e disa sëmundjeve, si osteoporoza dhe rreziku i frakturave. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se sasia e kalciumit që nevojitet trupit tonë ndryshon sipas moshës. Jo të gjithë kanë nevojë për të njëjtën sasi kalciumi dhe nuk mjafton që të konsumoni edhe disa ushqime, si për shembull qumshti që ta merrni shumë të lartë, por duhet të keni kujdes dhe për ushqimet që ju konsumoni. Disa ushqime që përmbajnë kalcium janë disa nga derivatet e qumshtit, perimet me gjethe jeshile, bishtajore të thata, si dhe lloje të ndryshme peshqish. Por si ndikon kalciumi në shëndetin tonë? Ai është përgjegjës për eshtra, dhëmb të shëndetshëm dhe në parandalimin e osteoporozës. Kalciumi gjithashtu ka dhe funksione të tjera të rëndësishme për organizmin e njeriut. Ndihmon në ruajtjen e shëndetit të zemrës, nervave dhe muskujve. Është sidomos i rëndësishëm në parandalimin e alergjive, depresionit dhe problemeve të tjera me muskujt. Ai gjithashtu është mjaft i rëndësishëm në parandalimin e alergjive, depresionit dhe zbut problemet e muskujve. Një nga funksionet e tij minerali është dhe ndikimi pozitiv në hormonet e trupit dhe në prodhimin e enzimave. Disa nga shenjat paralajmëruese të mungesës së kalciumit janë tharja e lëkurës. Trupi është fash në lëkurë ku vuan nga mungesa e kalciumit. Lëkura poson tharje të madhe për sa i përket problemeve si ekzema dhe psoriaza. Lodhja. Mungesa e kalciumit manifestohet me lodhje ekstreme, mungesë energjie dhe plagështi të vazhdueshme. Depresioni. Kalciumi është thelbësor jo vetëm për humorin, ai ka efekt qetësues për trupin dhe trurin. Sa më pak kalcium të merrni, aq më të acaruar dhe më të depresionuar do t'jeni. Pagjumësia. Gjatë gjumit nivelet e kalciumit luhaten ndjeshëm. Në këtë orë, trupi poson rënjen më të madhe të nivelit të kalciumit. Kjo do të prish cilësinë e gjumit sepse kalciumi ka një rol të fortë në formimin e melatoninës, hormonit që ndihmon të flemë. Imuniteti dobët. Kalciumi luan një rol të rëndësishëm në sistemin imunitar. Mungesa e tij bën trupin ton më të dobët dhe më të blish ndaj baktereve. Prandaj ju do të sëmureni më shpesh nga e ftohura dhe gripi. Vështirësi në gëlltitje. Mund t'ju duket e çuditshme, por mungesa e kalciumit shkakton vështirësi në gëlltitje. Kjo ndodh si pasojë e kontraktimit të keq të muskujve të fytit. Ndonjëherë gjërat përkeqësohen duke shkaktuar ndryshime dhe në të folur. Dhimbje dhëmbi, siç e tham dhe më lart, pjesa më e madhe e kalcium në trup, ruhet tek kocka dhe dhëmbët. Mungesa e këtij elementi shkakton zverdhje, prishje dhe rënje të dhëmbëve. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 27 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht i qëndrueshëm me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore, gjatë orëve të pasdites priten vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje, domethënë se kushtet atmosferike mbeten tipike verore me temperatura të larta. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat të izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 37 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 11 deri në 13 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:02 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 22 deri në 37 gradë Celsius, Kukës 18 deri në 33 gradë Celsius, Peshkopi 17 deri në 32 gradë Celsius, Tiranë 20 deri në 37 gradë Celsius, Durrës 23 deri në 33 gradë Celsius, Kavaj
22 deri në 33 gradë Celsius. Elbasan, 21 deri në 37 gradë Celsius. Berat, 22 deri në 37 gradë Celsius. Korç, 15 deri në 30 gradë Celsius. Vlorë, 23 deri në 32 gradë Celsius. Gjirokastër, 17 deri në 31 gradë Celsius. Sarand, 23 deri në 32 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 27 qershor 2026 do të karakterizohet nga motë relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira kalimtare, por pa reshje të rëndësishme. Temperaturat mbeten të larta dhe tipike verore. Paraditja do të ketë motë kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe motë të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Era do të kryej lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:52 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic, 14 deri në 31 gradë Celsius. Podujev, 13 deri në 30 gradë Celsius. Skënderaj, 14 deri në 31 gradë Celsius. Pej, 14 deri në 31 gradë Celsius. Prishtinë, 14 deri në 31 gradë Celsius. Gjakov, 15 deri në 32 gradë Celsius. Malishev, 15 deri në 32 gradë Celsius. Gjilan, 14 deri në 31 gradë Celsius. Ferizaj, 14 deri në 31 gradë Celsius. Kaçanik, 13 deri në 30 gradë Celsius. Suharek, 15 deri në 32 gradë Celsius. Prizren, 15 deri në 32 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.